Që në orët e para të mëngjesit të së martës, policia bashkiake e Lushnjës së bashku me një grup efektivësh të udhëhequr nga kryeinspektori Mariano Prifti kanë zhvilluar kontrolle rutinë në rrugët e trotuaret e qytetit. Aksioni është fokusuar në zonat ku qytetarë apo biznese kanë zbatuar hapësirën publike, duke bllokuar trotuare dhe vend parkimi me mjete të ndryshme si birila apo karrige. Gjatë kontrollit, këto mjete janë sekuestruar, ndërsa shkelësit janë paralajmëruar se askush nuk ka të drejtë të zërë pronën publike dhe se çdo shkelje do të ndëshkohet me gjobë. Kamera e televizionit Apollon dhe gazetari Ndriçim Gjoshi kanë komunikuar drejt për drejt me kryeinspektorin Prifti, i cili u shpreh se policia bashkiake do të jetë e pranishme jo vetëm në qytet, por shumë shpejt edhe në njësitë administrative dhe fshatra, ku prona publike është zaptuar në mënyrë të paligjshme. Sipas tij, çdo hapësirë marrë padrejtësisht do të kthehet qytetarëve. Televizioni Apollon do të vijojë të sjellë pamje nga qendrat e njësive administrative dhe fshatra, të cilat për më shumë se 35 vitesh janë zaptuar padrejtësisht pa humbajtur përgjegjësi. Qytetarët shprehen skeptik, nëse ky aksion bëhet realisht për interesin publik, atëherë është një hap pozitiv nga institucionet. Në të kundërt, nëse mbetet vetëm një aksion i përkohshëm për efekt mediatik, do të konsiderohet thjesht një show për rrjetet sociale. Banorët kërkojnë zbatim të ligjit dhe kthimin e hapësirave publike, veçanërisht në fshatra, ku mungojnë qendrat urbane për shkak të përfitimeve të disa individëve mbi pronën publike.